Truri është organi i parë që preket nga dehidratimi. Çfarë i ndodh trupit tuaj nëse nuk pini ujë mjaftueshëm? 75% e trurit ton është ujë. Kur dehidratohemi, truri tkurret, por si ndikon kjo në funksionin e tij? Bazuar në disa mostra urine të marra nga fëmijët e moshës 9 deri në 11 vjeç në Los Angeles dhe Manhattan, pothuajse 2/3 e tyre shkonin në shkollë gati të dehidratuar, çka mund të ndikonte negativisht në performancën e tyre mësimore. Hidratimi mund të ndikojë gjithashtu në gjendjen tuaj shpirtërore. Kufizimi i konsumimit të lëngjeve shton përgjumjen dhe lodhjen, ul nivelin e energjisë dhe vigjilencës dhe rrit ndjesinë e konfuzionit. Përthithja e ujit bëhet menjëherë brenda 5 minutash, nga goja në qarkullimin e gjakut, duke arritur kulmin në minutën e 20. Mjaft interesant është fakti se uji i ftohtë përthithet rreth 20% më shpejt se sa uji me temperaturë ambienti. Nëse pini ujë dhe urinoni brenda një kohe të shkurtër, kjo është një shenjë e trupit që tregon se është ngopur. Por nëse pini pak ujë dhe trupi e mban pjesën më të madhe, kjo tregon se rezervat tuaja po mbarojnë.